Banori më i mirë e la shtëpinë. Largimi i Edit nuk ishte thjesht një eliminim nga loja, por një moment që preku zemrat e shumë banorëve dhe shikuesve. Në çastin kur u shpall vendimi dhe Edi u drejtua drejt derës së daljes, atmosfera në shtëpinë e Big Brother Kosova ndryshoi krejtësisht. Heshtja ra si një peshë e rënë dhe emocionet shpërthyen pa paralajmërim. Dolce, një nga banorët më të afërt me të, nuk mundi ta fshehte dhimbjen. Syt ju mbushën me lot në momentin që pa Edit duke u larguar. Ishte një reagim i pastër, i sinqert, pa fjalë të mëdha, vetëm lot që flisnin më shumë se çdo deklaratë. Largimi i Edit për të nuk ishte thjesht fundi i një bashkëjetese në lojë, por ndarja nga një njeri që kishte sjell qetësi, respekt dhe mbështetje brenda shtëpisë, por momenti më i rëndë emocional ishte ai i ish të dashurës së Edit. Ajo nuk foli, nuk reagoi me fjalë, nuk kërkoi vëmendje. Ajo vetëm qante. Lotët e saj ishin dëshmi e një lidhje e që, pavarësisht së kaluarës, kishte lënë gjurmë të thella. Ishte një dhimbje e heshtur, një mall i pashprehur dhe një ndjenjë humbjeje që nuk fshihej dot nga kamerat. Edi u largua me dinjitet, me kokën lart, por pas tij la njerëz të prekur thellë emocionalisht. Largimi i tij tregoi se ai nuk ishte thjesht një konkurrent, por një figurë që krijoi lidhje reale, ndjenja të vërteta dhe respekt të ndërsjellë. Lotët e Dolces dhe dhimbja e ish të dashurës së tij ishin prova e qartë se Edi kishte lënë gjurmë të forta brenda shtëpisë. Ky moment tregoi edhe një herë se Big Brother nuk është vetëm lojë, strategji apo përplasje. Është edhe emocion, lidhje njerëzore dhe ndarje që dhembin. Kur del një banor i tillë, loja vazhdon, por diçka mungon. Dhe lotët që u derdhën atë natë e treguan qartë, Edi nuk ishte thjesht një banor, ai ishte një nga më të mirët.